Atëherë, mirë se erdhët në pjesën e meditimit të sotshëm. Do ta praktikojmë së bashku një teknikë të frymarrjes dhe më pas do t'ju udhëzoj në një meditim, në një vizualizim edhe do ta përfundojmë së bashku. Duke qëndruar në heshtje. Atëherë, ju ftoj që të uleni me shpinë të gjatë dhe të drejtë. Mund të uleni në tokë apo në karrige. Për mua po përcaktojmë sot për karrigën. Vendosni duart varësisht nëse jeni të gatshëm të pranoni në Gyan Mudra, të kthyer nga qielli apo ti përmbysni të kthyer nga toka nëse keni nevojë më shumë për tokëzim, më shumë për lidhje me veten tuaj. Dhe nga ky moment thjesht sjellni vëmendjen te frymarrja, pa u munduar ta kontrolloni atë. Thjesht vetëm bëhuni të vëmendshëm për frymarrjen. Ndjeni freskinë derisa merrni frymë nga vrimat e hundës dhe derisa e nxjerrni frymën, ndjeni ajrin e ngrohtë. Ngadalë filloni që ta thelloni frymarrjen. Sjellni vëmendjen te barku dhe vëreni fryrjen e barkut teksa merrni frymë, pastaj të gjoksit, mbushuni me frymë deri te klavikulla, koka, dhe derisa e nxjerrni frymën nga hunda, vazhdimisht frymarrja dhe frymëzjerja nga hunda, zbutet klavikulla, tërhiqet barku. Ndjeni zbutjen e supeve, fytyrës, kokës. Dhe ngadalë do të fillojmë teknikën e frymarrjes, ku ju ftoj që të merrni frymë për 4 numrime, do ta mbajmë për 4 dhe do e nxjerrim nga goja sikur e frym një qiri për 6. Fillojmë së bashku. Marrim frymë për 1, 2, 3, 4, e mbajmë 4, 3, 2, 1, e lirojmë nga goja për 6. Në këtë formë, 4, 3, 2, 1. Vazhdojmë, marrim frymë për 1, 2, 3, 4, e mbajmë për 4, 3, 2, 1, e lirojmë nga goja për 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vazhdojmë edhe një herë. 1, 2, 3, 4, e mbajmë për 4, 3, 2, 1, e frymën jashtë për 6, 5, 4, 3, 2, 1, dhe tani ju ftoj që të vazhdoni me ritmin e juaj dhe ndërkohë unë do ta lëshoj muzikën. Vazhdojmë. 4,
Marrim 4 e mbajmë për 6. सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी सतनाम जी वाहे गुरु जी सतनाम जी वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी 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 सुनिए सिद्ध पीर सुरना सुनिए दर्द दवाले आँखा सुनिए दीपलो पाता सुनिए बोल न सकेगा नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश नानक भगता सदा विकास
Tani ju ftoj ta përfundoni ciklin. Do të marrim frymë nga hunda. E mbajmë. E lirojmë frymën. E mbajmë jashtë. I rikthehemi frymarrjes natyrale dhe pjesën tjetër do ta praktikojmë gjithashtu frymën e bletës, ku ftoheni, pra teknikën të cilën e praktikuam është e jashtëzakonshme për rregullimin e sistemit nervor. Zakonisht jemi vazhdimisht në stress response, në fight or flight, në ikje apo luftim. Edhe ky meditim na ndihmon teknikën të cilën sapo e praktikuam ta rregullojmë dhe ta balancojmë, sepse të dy sistemet nervore na nevojiten, po mendoj në sistemin nervor simpatik dhe parasimpatik, por është e nevojshme që t'i aktivizojmë atëherë kur është e nevojshme. Dhe teknikët të cilën sapo e përformuan na ndihmon që ta balancojmë dhe ta aktivizojmë sistemin nervor parasimpatik. Tjetrin teknikë të cilën do ta praktikojmë dhe të cilën e mësoni gjithashtu edhe në trajnimin profesional. Është teknika Bramari, e cila ju ndihmon jashtëzakonisht shumë nëse ndiheni emocionalisht ulët apo nuk keni energji, do të zgjoj emocione pozitive të lumturisë. Do ta vreni, pra zukatja e bletës, i vendosni gishtat e ndaj në vesh dhe pjesën e gishtave e vendosni në mesin e kokës, majën e gishtave tjerë e vendosni në majën e kokës në këtë formë. Do të marrim frymë thellë dhe derisa e nxjeni frymën, do ta nxjeni frymën me gojë mbyll, sikurse bleta kur e dëgjoni zukatjen e bletës. Kjo teknik është treguar që ndihmon gjithashtu shumë janë studime janë bërë dhe është treguar që ndihmon në sëmundjet kardiovaskulare dhe ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetin e zemrës, gjithashtu. Aty pra çish po lidhet me emocione, se zakonisht kur kemi emocione të cilat na ngarkojnë emocionalisht, atëherë natyrisht që mundemi edhe me vujt prej sëmundjeve kardiovaskulare, që është edhe sipas mendimit tim arsyeja kryesore përveç natyrisht ushqimit edhe gjërave tjera. Po fillojmë me praktikën e zukatjes së bletës dhe mandej e përfundojmë praktikën me një vizualizim. Po e vazhdoj muzikën, vazhdoni, pra marrim frymë, e lirojmë frymën me gojë të mbyllur, duke e liruar edhe tingullin e bletës. Kjo na ndihmon që ta tonifikojmë nervin vagus. Fillojmë. सुनिए दुग बाब गाना सुनिए सिद्ध पीर सुरना सुनिए ललित दमनिया सुनिए देवलोपाता सुनिए कोई न सकेगा नानक भगता सदा विकास सुनिए दुग बाप गाना नानक भगता सदा विकास सुनिए दुग बाप गाना नानक भगता सदा विकास सुनिए दुग बाप गाना
Ngadalë, lironi duart poshtë, rikthehuni frymarrjes natyrale dhe thjesht vëzhgoni energjinë, vibrimin, pulsimin. Nëse doni mund t'i vendosni duart në zamër, do të qëndroni thjesht këtu duke vëzhguar se si po ndiheni në këtë moment. Nëse keni praktikuar si duhet për vetëm disa herë, e vreni me një herë ndryshimin në gjendjen emocionale, mentale. Duke qëndruar këtu tani, ju ftoj që ta vizualizoni veten në një shteg. Dhe këtë energji që po mbartni tani, shiheni veten duke ecur në këtë shteg dhe duke dëshmuar një spektakël fenomenal, lindjen e diellit. Me çdo hap që ecni, supet e juaja, fytyra juaj zbutet, lehtësohet. Ndjeni tokën në ju. Shihni veten duke ecur drejt versionit tuaj më të lartë. Ndjeni rezet e diellit duke ledhatuar fytyrën e juaj të bukur, duke ngrohë trupin tuaj. Me çdo hap, po e lironi versionin e juaj të vjetër dhe gjithçka që ju lidh me të. Dhe çdo hap, si ku largohet një shtresë, largoni nga një shtresë nga vetja juaj vjetër dhe ecni drejt versionit tuaj të lartë. Dhe sikur keni arritur në majën e një shkëmbi dhe shikoni përreth luginën e pafund, sikur është e qëndisur me lulet më të bukura që keni parë ndonjëherë. Shikoni pafundësinë e bollëkut, natyrës, rjedhjes së energjisë hynore e cila depërton në gjithçka, në çkado, përfshirë veten tonë. I dorëzohemi kësaj energjie të rjedh përmes nesh. Nëse do të imagjinoje veten tënde të lartë, versionin më të mirë tëndin në këtë periudhë jetësor, si do të dukej? Përqafoje këtë version. Jeti ky version, e liruar nga mendimet e kufizuara, nga e kaluara. Thjesht e rikujton versionin tënd më të lartë, sepse ti gjithmonë ke qenë ky version. Por tani e ke lijuar veten ta përqafosh tërësisht dhe plotësisht. Tani të ftoj të imagjinosh veten nga ky moment këtu,
Ta shikosh versionin tënd të lartë drejt në sy. Pyete se çfarë mesazhi ka për ty. Beautiful. Çfarë mesazhi ka për ty vetja jote e lartë. Thoj tani që nga dalë ta sjellësh vëmendjen në hapësirën që të rrethon, në karrige apo dysheme ku je ulur. Ti rikthesh frymarrjes natyrale dhe t'ja kujtosh vetës sot gjatë gjithë ditës që ti je versioni yt më i lartë. Ti nuk ke ka të shkosh që të bëhesh, ti veç më je. E tëra çka të nevojitet është që ti largosh ato pengesat të cilat të ndalojnë nga të qenit vetja jote më e lartë, vetja jote autentike. Të ftoj që sot ta largosh një mendim, një emocion, një përvojë, e cila është duke zënë hapësirë dhe sikur po e ndërton një barikadë, e cila po të ndalon të ecësh drejt versionit tënd më të lartë, në thellësinë e shpirtit tënd. Mund të ecim vetëm në drejtim të vetës sonë, brendësisë sonë, asnjëherë nga jashtë. Dhe në mënyrë që të ecim, duhet të largojmë të gjitha shtresat që na ndalojnë, të gjitha shtresat të cilat në janë veshur, qoftë nga shoqëria, familja, me apo në formë të pavetëdijshme. Me apo në formë të pavetëdijshme, i kemi vesh ato rroba të cilat dikush tjetër i ka përgatitur për ne. Le të fillojmë të zhveshim to një nga një. Dhe të dizajnojmë ne se çfarë rroba dëshirojmë të veshim. Marrim frymë thellë, ngadalë, e lirojmë prapë nga goja. Fërkojmë duart në zamrës. Dhe ngadalë, masazhojmë fytyrën. Ju falenderit shumë që praktikuat me mua. Ju ftoj që ti qëndroni vetës besnike. Ju ftoj që ta ngadalsoni ritmin. Jeta është shumë e shkurt. Ndonjëherë përfshihemi në projekte, angazhime, të cilat e marrin gjithë vëmendjen tonë. Ndonjëherë mendojmë që jemi në rritje, në zhvillim, mirë po jemi në fakt ty ik prej vetës, jemi në fakt ty angazhu vetën me as shumë punë sa që nuk e marrim kohën mundal edhe me pyet veten tonë, me pyet veten fëmin tonë të brendshëm, për çka ki në të vërtet nevojë.
çfarë hapësire po mundohesh me mbush me qoftë me udhëtime, qoftë me shoppingje, qoftë me trajnime, qoftë me punë, qoftë me garderobë, qoftë me nuk di çka. Merri kohën edhe reflekto. Edhe më lejo që ta kujtoj që je perfekt këtu ku je, edhe që mjafton kaq sa je. Faleminderit shumë. Namaste. Ju njoftoj që në muajin maj do ta kemi sfidën radhës, ma shumë informacione ju dërgojmë nga fundi i muajit. Të shtunën e ardhshme do ta keni klasën nga unë, 30 minutë, të cilën do ta postoj në platformë si zakonisht. Mirëporës.